unë e deshta një sen me praktiku. Një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thotë të habu, jepni njëri tjetrit dhurata e Allah e shton dashnin mesin e juaj. A kemi qartë. Na ka njerë kur morna pjesë na për seminare të cilat i organizojnë vllaznit ton arab, do thotë në Arabi atje, na japin kanë misk. 20 çasi miska i kam të shtëpia, ama kur më jap çat miskin në mesin e ketëve atje, bën qefi shumë. Ndoku sikur më vapazon krejt donjojnë. A e din? E kjo është një sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është mirë mesin e vllaznive mu praktiku. Për fat keq sot më tepër praktikohet të shkirt se sa praktikohet te musliman. Këto kur vinë do thotë këto festat e tënve apo ton ndaj të lish farë çokoladë, të lish farë seni ku e di çka apo ton. E mu ballon një çokoladë ku mund ballon atje apo ton. Çe ku e kam këtë çokoladë, aty shkruaj që apo ton Merry Christmas. Çka do të thonë? Ha? Ja. Duke se s'po deshke me thonë gjashtë në këto. Po deshke me thonë urime që ishtë krishtlindja, që shtonë. E ato, për atë zotin e vetë, ndajnë edhe çokoladë edhe bombone edhe sene e krejt, apë mërvesh. A na për dinin tonë kur dvere, ko qitë me apë, me paguan të arsinë e gjamiz, a mësme pagua, pëhtan. Po nëse na nuk e mojna, kush ka me mojta, pëhtan.